Erdhën në Kosovë me njëherë pasi u nënshkrua dorëzimi i forcave kriminale serbe, por 4 nga këta paqërues britanik e bën një vepër të madhe në ditët e para të arritjes këtu. Andaj 27 vjet më vonë dikush po synon t'i dekoroj. Janë këta Lane Laidlaw, Martin Calder, John Post dhe Gary Robertson, të cilëve gazeta The Mirror u apati dhënë epitetin e heronjve. Kjo vetëm një ditë pasi me 16 qershor 1999 i shpëtuan 2 vajza të reja shqiptare në Kosovë që ishin kapur për t'u dhunuar para familjarëve të tyre nga disa paramilitar serb. Është aktivistja Katrina Kambere që përmes një postimi në X kërkoi gjetjen e këtyre ushtarëve dhe falënderimin për ta nga presidentja e Kosovës. Po arsyeja pse kam shpreh dëshirë me i ditë emrat e këtyre ushtarëve të Britanisë është sepse desha t'i publikoj që t'i dinte gjithë se kush janë këta heronj dhe njëkohësisht t'i bëj thirrje presidentës Vjosa Osmani që t'i ftonte në recepcion të ambasadës së Kosovës në Londër dhe t'i dekoroj me medaljen e nderit, pasi që mendoj njerëz të tillë meritojnë një dekorim të tillë. Si ide do të ishte datë perfekte, data 17 shkurt, data pavarësisë. Mendoj që do të ishte mirë edhe për diplomacinë e Kosovës nëse do të bënim domethënë berime të tilla. Pas postimit të Kamberit ka komentuar deputetja britanike Alicia Kearns, e cila u zotua se do të përpiqet t'i gjejë, por shpejt u mësua identiteti i tyre. Shpejt dëshirë që do të mundohet t'i gjej emrat, po njëjtën kohë s'ka shku kohë shumë e gjatë dhe i kena gjetë nga disa komentues tjerë emrat e këtyre ushtarëve dhe i kam publiku po ashtu një postim më poshtë. Se ky postimi ku kam kërku ka qenë pend dhe kurse postimi me emrat e ushtarëve të furit është domethënë më poshtë. I kam cek me emrat të cilët janë këta dhe po ashtu i kam bërë thirrje presidentes kërkesën siç e ceka më herët për t'i nderu me medalje. Në luftën e viteve 1998-99 u vran mbi 13.000 civil shqiptar, u dhunuan seksualisht rreth 20.000 gra e burra, ndërkaq të pagjetur janë mbi 1.600 persona.